Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama, vëni mund të ketë, por shpëtim me gjastja. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme apo të jashtëzakonshme parlamentare, meqense forcat kryesore nuk po arrin të gjejnë dakordim, kompromis e konsenzus kush duhet të jetë presidenti i Republikës së Kosovës. Një krizë mbase e inskenuar mirë e menduar që gjithë pushteti të koncentrohet në duar të një subjekti politik aktualisht fitues i zgjedhjeve të fundit me 28 dhjetor. Takime po mbahen sërish midis Abdigjikut dhe Kurtit, por thelbësisht nuk dihet cili është rezultati i projektuar i këtyre takime për të gjetur një zgjidhje që shmang skenarin ose idenë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, apo për të bërë betejën secili në mënyrën e vet, Kurti, Abdigjiku, Hamza, se kujt i mbetet me pak faj që vendi po shkon në zgjedhje. Kam ftuar deputetin e Kuvendit të Kosovës, zotin Xhavet Haliti. Xhavet Haliti, faleminderit për kohën që gjeti të jesh me mua sonte në këtë emision. Faleminderit për ftesën dhe konsideratën. Lutem. Përsëri ka orvatje për takime. Këto takime midis Kurtit, Abdigjikut e Hamzës janë në thelb sipas jush përpjekje për shmang zgjedhjet Haliti? Apo për të bërë betejën kush të duket më i panjoll, më me pak faj, nëse vendi shkon në zgjedhje? Tani është një çështje për të cilën askush s'mund të thotë që kush është fajtori dhe pse po zhvillohen këto. Negociatat janë krejtësisht normale dhe duhet bëhen patjetër, por ajo që mu personalisht nuk po më duket në rregull dhe nuk po më duket tendencë për marrjen e përgjegjësisë për shmangjen e Kosovës nga zgjedhjet janë pothuajse të gjithë nga pak. Pse po e them këtë? Sepse Kurti po i thirr një nga një kryetarët e partive për të marrë vesh me ta. Duke marrë parasysh që Kurti si kryetar i partisë ose i partit është i lëvizjes vetëvendosje, ajo është alfa dhe omega në atë parti, ai vendos për të gjitha dhe askush deri tash nuk i ka dalë kundër, ata që i kanë dalë kundër një herë i nxorrin nga partia. Mendoj që edhe në partitë tjera nuk ka diçka publike të cilët vendosin për ta mbështetur Kurtin në kursin e tij politik për ta zgjedhur presidentin ose veprimet e tij. Unë nuk kam dëgjuar që LDK, PDK, AK janë dakord me hyrë në një marrëveshje me Kurtin deri me tani. Sepse nuk ka marrëveshje për koalicion. Sikur të kishte pas marrëveshje për koalicion, normalisht që në marrëveshjen për koalicion qeverisës kishte me derivu dhe marrëveshja për presidentin e Kosovës, kryetarin e Kosovës. Është zhvilluar një betejë se a do të jetë kjo Vjosa prap presidente, e kanë trajtuar, ka bërë dhe ajo përpjekje të mëdha në raport me të tjerët, në raport me elektoratin, në raport me partitë, në raport me veprimet e saj publike, në raport me ndërkombëtar, por me që Kurti e ka një veten të lënduar politikisht nga angazhimet, po them, paralele ose me thënë ma mirë, nga angazhimet konkurruese në raport me Kurtin se kush është më po them, më i fuqishëm dhe e don përëndimi ose Amerika ose BE-a,
duke marrë parasysh edhe raportet që u krijuan mes BE-s dhe qeverisë, atëherë Kurti krijoi një situatë tjetër në raport me presidentën dhe ja pamundsoi, duke i kërkuar që t'i bëj 30 nënshkrime për të qenë kandidat për president, por ajo s'pat fuqi dhe s'pat mundësimi i bë 30 nënshkrime. Ai ja premtoi votat e VV-s, duke e ditë që si jep LDK-ja si jep, PDK-ja si jep, dhe kështu që dështoi vjusa. Tani është një situatë, një situatë për cilën përgjegjësia e politikave dhe politikanëve e deputetëve duhet të qitet në peshë, në peshore. Janë për zgjedhje apo janë kundër zgjedhjeve, janë për ta qu vendin në zgjedhje të parakoshme apo nuk janë. Në njëjtën kohë mendoj që duhet me trajtu edhe problemin kushtetues të shkuarës ose jo në zgjedhje. Si mund të evitohet ajo dhe a duhet të zbatohet në kushtetuta, nenet e kushtetutës të cilat e mundsojnë zgjedhjen e presidentit në 3 variantet ose 3 kushtet që duhet plotësuar, apo duhet të vendosim në raport me vendimet që ka marrë gjykata kushtetuese në procesin që e ka quajtur, se kom zbulu unë, por e ka quajtur Haradin Kuqi në një intervistë ti, që gjykata kushtetuese po e rishkruan kushtetutën. Në fakt, kushtetuta nuk rishkruhet nga gjykata kushtetuese, por gjykata kushtetuese amandamentohet nga Kuvendi i Kosovës. Dhe në qoftë se lexohet dhe veprohet në përputhje me kushtetutën, atëherë unë mendoj që është e mundshme zgjedhja e presidentit. Në qoftë se duhet të nënshtrohemi vendimeve të cilat sot nga këndvështrimi im dhe i specialistëve të kushtetues është në disa çështje është vepruar, s'po them në kundërshtim me kushtetutën, por me vendime të cilat ka hapësinë për të thënë që nga gjykata kushtetuese është rishkruar kushtetuta. Vendimet në gjykatën kushtetuese nuk janë vendime të gjykatave, edhe pse në një periudhë kohore të gjatë gjykata kushtetuese ka shndruar në një gjykatë ose në një shkallë të 5 po i bjerë, themelorja, apeli, specialja, supremja dhe e 4 gjykata kushtetuese. Që nuk është në rregull. Nuk është në rregull, sepse për të shkuar lëndët në gjykatën kushtetuese u kriju hapësinë, nuk e di pse, për gjithçka. Shkojmë në gjykatë kushtetuese, shkojmë për këtë, shkojmë për atë. Gjykata kushtetuese ose në gjykatën kushtetuese ku shkojnë çështjet e veçanta, çështjet e rëndësisë veçantë, atëherë duhet me qenë i elektrizuar krejt opinioni se po ndodh diçka. Megjithatë, tani interpretimi dhe diskutimet qoftë në media, qoftë në institucione, është në funksion të zbatueshmërisë së vendimeve të gjykatës kushtetuese që në përzgjedhjen e kandidatëve edhe në votimin e tretë duhet të jenë 2/3 e deputetëve në sallë. Gjykata kushtetuese Në këtë pikë ka nevojë për qartësim, si arvati për shmang. Unë mendoj s'ka nevojë për qartësim, nëse duam që kushtetutën e miratuar në kuvend, s'ki nevojti me u qartësu fare, me realizu kushtetutën, edhe qaq është e punë. Realisht kishte nevojë për shumë gjëra që
i prodhoi politika, por gjykata kushtetuese u morë me to, zoti Haliti. Gjykata kushtetuese, nëse dojmë me ndryshu, duhet me amandamentu. Po. Ka që është ajo punë, nuk ka në filozofi. Ju mendonin që ka nevojë, ka hapësirë që procedura zgjedhjes së presidentit në mënyrë taksative siç e kërkon ai kapitulli veçantë. Prezencën e 81 deputetëve në sallë. Kjo është çështje e marrëveshjeve në fundit në mes të partive politike, në mes të grupeve parlamentare dhe në mes të gatishmërisë çfarë po dojmë. Nëse ka vullnet për ta zgjedhur presidentin, nuk ka nevojë me shku as me u thirrë në gjykatën kushtetuese, as me shku në gjykatën kushtetuese, por rrinë sallë gjithë deputet të cilët marrin paguhen për atë punë, në fakt, dhe janë njerëzit, 120 deputet bashk, janë institucioni më i lartë i shtetit që ka përgjegjësinë më të madhe, dhe nëse duhet të ketë përgjegjësi më të madhe për rrjedhat politike në Kosovë, atëherë duhet të gjejnë zgjidhje. Për ju personalisht keni përvojë të gjatë në politikë, cila është zgjidhja e tashme? Tani secili ka zgjidhjen e vet. Zgjidhja e tashme është tryeza e partive politike, të gjitha grupeve parlamentare, dhe diskutimi një 2-3 ditor, çfarë po bëjmë. Na jemi kundërshtar politik, nuk kemi fronte të cilat janë përplasur me zveti as ushtarakisht, as me shkelje të rënda kundër njëri tjetrit, përkundrazi na ka bashku edhe ideja, dëshira për t'i përkujtu gjithçka që ka ndodhur në këtë vend, për t'i përkujtu çdo vit herojtë dhe dëshmorët dhe të rënët për këtë vend, për ta përkujtu edhe lëvizjet paqësore dhe ato luftarake, edhe të kalumen tonë, kështu që pushteti është i ëmbël për ata që e dojnë, mund të kenë mos pajtueshmëri me njëri tjetrin për të kalumen ose për qëndrimet tona të tashme, por duhet me pas fuqi që të zgjedhim presidentin. Unë mendoj që edhe me zgjedh presidentin, në qoftë se ka vullnet për të shkuar në zgjedhje, mund të shkojmë në zgjedhje. Por presidenti nuk është në një funksion i cili mendoj që ka ndonjë përgjegjësi të madhe në Kosovë, që Kosova s'mund të funksionojë ose institucionet e Kosovës pa presidentin, por është një figurë, një karrik, e cila ka disa obligime në raport me gjitha institucionet që funksionojnë në Kosovë. Dhe i tash, nuk ka qartësi, ose nuk ka qartësim të partive opozitare, se a kanë emna, as kanë emna për president Kosovës. Lëvizja vetëvendosi ka vendosur 2 emna, të cilët kanë qenë veç formalitet sepse nuk kanë hyrë në votim. Albini po përpiqet që të luaj dhe të përfitojë në kohë për të përcaktuar se çfarë do të bëj. Me sa di unë është duke u përgatitur edhe për këtë fushatën, domethënë e mbështetjes gjithë popullore me ndihmë për shkak të situatës që është kriju, inflacionit të madh, çmimet të rritura, që e deklaroj edhe vetë, po edhe unë e deklarova para ti dikon, që i ka përgatit 200 milion euro për t'i shpërndarë njerëzve, familjeve të cilat janë, domethënë janë ekspozuar në krizës, 200.000 familje të cilat mund t'i marrin nga 1.000 euro. Dhe në këtë situatë
kur vërtet ka krizë, ka rritje çmimesh, ka korrupsion, ka krejt është në rregull. Por mënyra se si shpërndahen këto mjete në këtë situatë është shqetësuese për faktin se shpërndamja në për familje nga 1.000 euro nënkupton deshtëm edhe s'deshtëm që po shpërndan para për të siguru votat, për zgjedhje. Ai ka dy qëndrime edhe për zgjedhje edhe për ta zgjedh presidentin. Nuk e di, por në Apo ndjenin në frikë, në presion të frikës nga zoti Kurti, me qenë se po përdor pushtetin për të shpërndar. Nuk kam Jo, apo ndjeni jo personalisht, po kështu si opozicië, si klim, frymë opozitare në presion të frikës. Shiko, në qoftë se e shohim nga ana humanitare, është e domosdoshme që të nxirren paketa mbështetëse për qytetarët, për familjen. Por mas pari duhet të, siç veprojnë tana vendet, duhet të identifikohen mas pari familjet në nevojë, familjet që s'kan mundësi, sepse me përfshi gjitha familjet, që ndoshta disa familje kanë miliona dhe nuk kanë nevojë për ato dhe nuk ndikojnë ato 1.000 euro që jep. Por shumica e familjeve në Kosovë janë të nevojshme, kanë nevoja se pagat nuk janë të ati niveli sa t'i heqin shpenzimet e familjeve. Kështu që varësisht se si do të veprojë ai, është një çështje tjetër, arsyet janë tjera, edhe në qoftë se i shpërndan ato ndihma, është mirë që të gjendet një zgjidhje për presidentin e Kosovës. Të gjendet një zgjidhje. Duke që tema presidentit do të jetë kriza e madhe pa zakon deri më tash që ka përballë Kosovën. Kritikët thonë që tema presidentit mund ta mbajë Kosovën edhe pas 6 muajsh pa president. Po mirë dhe, nuk është pa president, është ushtruesi i detyrës presidentit. Ne kemi pas deri në 6 muaj. Masi që është rrëzu realisht presidenti i Kosovës, zoti Paculli, ne kemi pas një kohë të caktuar, një 4-5 muaj, se di sa ka shku me ushtrues detyra dhe ka funksionuar Kosova normalisht, sepse ai i merr kompetencat me njëherë që të firmos, që ti notarizoj ato vendimet, qoftë parlamentit, qoftë të institucioneve tjera për cilat ka obligim. A shihni plan ju, zoti Halithi, që president Kosova të mos ketë president të zgjedhur nga kuvendi, por edhe nëse mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, shpejt, pas 6 muajsh, për 6 muaj ta mban këtë pozitë zonja Albolena Haxhiu, dhe pas 6 muajsh partia që mund të jetë fituese këtyre zgjedhjeve, të propozojë një emër tjetër për ushtrues detyre të presidentit, dhe për 6 muaj të tjerë. A mund të jetë kjo kriza më e pazakonte gjithë kësaj historie të parlamentarizmit? A shihni këtë skenar në tavolinë? Në këtë skenar, nuk kisha me thonë që do të ndodhë. Unë mendoj që politikisht Albini mundet me siç ka bërë akrobacione politike edhe në të kalumen, që e çoi vendin më shumë se 1 vjet e la pa institucione. Shikoj, me lënë pa president, me kushtetut e ke zavendësimin e presidentit. Por me lënë parlamentin, me lënë qeverin pa parlament, 1 vjet, do me thonë me vepru, me heq kontrollin qeveritar dhe me majt atë sundimin, ta quaj politik të një qeverie që si jep llogari kërkuj, dhe kjo mund krahasohet me diktaturat e s'di kujt. Nësa presidenti e ka të përshkruar në kryetari i kuvendit, e zavendëson kur s'ka në mungesë të presidentit. Uroj që vërtet të gjykohet
dhe të veprohet drejt, s'pari që të zgjidhet presidenti. Së dyti po shkum në zgjedhje, dhe ajo është një zgjedhje, por ju po e shifni që po zgjatet procedura e zgjedhjes së qeverisë, kryeministit, përplasje jo e bëjmë koalicionin, se bëjmë koalicionin, varësisht nga votat e qytetarëve, në qoftë se VV-ja zbret, që do të ishte natyrshme me zbrit me vota përqindja, atëherë i kufizohet edhe më shumë e drejta për të kriju një qeveri pa koalicion, dhe prapë se prapë në kuadrat koalicionit do duhet me bisedu se kush do ta merr pozitën e presidentit. Bilanci i thjesht, Alidi, bilanci i thjesht nga viti 2020 tutje, Kosova ndodhet në qeverisjen e Zotit Kurti, me institucionet e konsoliduara të formuara në kuvend, e pa ato të formuara në kuvend, me situatat e jashtëzakonshme që kaloi. Kure vatra e pushtetit ndodhet te kampi Zotit Kurti, ai po vendos politikisht. Politikisht në një vend demokratik mund të funksionoj shteti pa qeveri, por s'mund të funksionoj pa parlament. Sepse parlamenti është organi më i lartë që kontrollon dhe vendos për çështjet, të gjitha çështjet që kanë bojnë me të ardhmen e vendit. Po e marrim cilin vend, qoftë në rajon, qoftë në Evropën perëndimore, asnjëni nuk e përjashton, nuk e shkarkon, nuk e trajton parlamentin e shkarkum, deri sa të formohet qeveria e re. Pse po e them këtë? Nuk po e them se duhet me rujt rrogat, ose duhet. Por këtë krizë më të madhe që jemi të e përjetu në nivel global, që ka rrezik, që jemi para rrezikeve të mëdha të shpërndarjes së luftave edhe në vende tjera, ose të ndërprerjes së kësaj situate. Por në qoftë se s'ka parlament, kush do të autorizoj presidentin mas pari me shpall gjenën e luftës? Kush do të miratoj gjenën e luftës? Kush do të miratoj buxhetin e luftës? Ose, në qoftë se ka po them tërmet, po themi. Fatkeqësi natyrore, po. Kush do ta miratoj buxhetin për me sanu tërmetin? Pra, në vendet serioze e japin mandat parlamentit deri ditën që themelohet parlamenti tjetër. Ju i keni pa këto tunelet që po i quajmë nëntoksore për mbrojtjen e udhëheqjes së vane. Nuk bëhen me mbrojt një individ, por bëhen me funksionu shteti. Dhe shteti futet në strejmore, po i kom pa edhe në Shqipëri edhe në televizion i kom pa në shumë vende. Pra, ku është shefi i shtetit, është edhe parlamenti, i cili nxjerr vendime. S'është me rëndësi, a është diktatur dhe duhet me vendos çka të thot i pari, sekretari i parë që ka qenë në Shqipëri, ose kryeministët. Por duhet me i certifikuar. Po kushtetutën e keni bërë kështu? Kushtetutën e keni bërë si tillë? Po tani kushtetuta është e tillë. Nuk është Bibël as Kur'an, por kushtetuta duhet ose më mirë kish me qenë gjykata kushtetuese me vendos për këtë çështje në këtë variant, se sa me u marrë me do çështje të cilat bën me zgjedh 80 deputet, 70 deputet. Nëse ajo e lejon me 61 deputet, atëherë le zgjedhet me 61 deputet. Duhet me rregullu këtu.
tragedia jonë tani është për këtë çështje, është sepse ne për me ndryshu kushtetutën duhet me pas 2/3 e votave në parlament, duke përfshirë 2/3, që është votimi dyfisht, e pakicave. Qofse si kemi të garantuar me këtu, dhe në këtë situatë që i kemi, bile nuk as që mendohet që mund të votoj lista sërbska, qofse dojmë ndryshu nenët kushtetutës për nevojat tjera, atëherë duhet me pasë çfarë të bëjmë. Por puna e parë është që atë vendosim me shku në zgjedhje, kush e merr vendimin me shku në zgjedhje, dhe cili do t'jetë derivati ose produkti politik i kuvendit tashëm, s'po themi qeverisë tashme, në zgjedhjet e ardhshme që mund të organizohen diku në kaqërshori. Në dritë të përvjetorit të kushtetutës që ka Kosova, në dritë të përvjetorit të kushtetutës, kushtetuta e Kosovës është një ndër më modernat që afirmon vlerat e një habitati, një mjedisi, një mendësie të emancipuar politike. Shumë gjëra nuk ishin menduar atë që kjo mendësi politike do të shkonte deri në ato përmasa sa ta bllokonte vetveten objektivisht, duke mos dashur formimin, konsolidimin e institucioneve. Ka fajin kushtetuta haliti, apo problemet po i prodhon vetë kjo klasë politike, të paqena objektivisht, për ato rrethona që e thatë dhe vetë ku ndodhet Kosova në këtë krizë globale. Fajtor gjithmonë janë njerëzit, se njerëzit e shkruajnë kushtetutën, njerëzit mendojnë mirë ose keq, s'jaqëllojnë, duke menduar që po veprojnë mirë, s'jaqëllojnë, dhe kur s'jaqëllojnë, duhet me reflektu. Ti po thu që është më e mira, unë po them që akoma nuk kam dëgju që në shtet, ku në botë ka kërku yrnek kushtetutën tonë. Po, sidoqoftë, na duhet se edhe njerëzimi edhe evolojnë. Duhet me pasë çfarë duhet bëjmë që të mos kemi blokada të tilla. Mos kemi. Pas parit, ne duhet me parapa me kushtetutë që presidenti të mos ketë kufizimet e tilla, por presidenti të zgjidhet, të fillon procedura zgjedhjes presidentit dhe të përfundoj të paktën 3 muaj para se me kry mandatin. Nuk është e rastishme pse të tjerët e bojnë kështu. S'po përmend jam, se tani u bë mod me përmend Amerikën për gjithçka, por është më mirë për neve. Është vlerë me përmend Amerikën. Se përgatitet, tani ky presidenti e merr administratën e vet, vendoset në një lokalitet i cilin ja përcakton qeveria. Ky kandidati për president ose presidenti aktual është i obliguar që ta informoj për gjitha vendimet dhe gjitha dokumentet që kanë bëjnë me presidentin, ta informoj atë që ka me u bë president. Dhe për një 3 muaj është, për shembull, presidenti mundet kandidat ose i zgjedhuri për president e merr më lehtë detyrën. Jo me hy prej shtëpisë vet me shku me papuqe me hy zyrën e presidentit, ose po them. Shini apo jo në horizont marrëveshje politike aktualisht, ju po them personalisht Haliti, shini apo nuk shini marrëveshje politike që mund ndodh? Kanë mbetur dhe 23 ditë, objektivisht. Është vështirë, unë mendoj që është vështirë. Deri sot që unë kam pas informata, po mendoj që ne do të shkojmë zgjedhje. S'po them kush është fajtor, kush është për, kush është... Në politik, dikuj duhet t'ja drejtoni kishtin, kush më në fajnë. Të gjithë, Apo? Fajnë e ka Albini, nuk e ka dikush tjetër. Sepse Albini prap po vazhdon me usjell si person i cili e ka drejtën me iftu me bisedu,
por nuk e di unë çfarë ju qëtë për para. Apo veç me bisedu, hajde, a keni ndonjë kandidat. Edhe sa me u deklaru që unë që po përpiqem. Ai ka shumicën e votave, ai duhet të spari, e kam thënë më herë, ai duhet të deklarohet mënoj publikisht që nuk jam interesuar që presidenti të jetë nga VV-ja. Kjo. Tani tulen bashkë. A duan një figurë që vjen jashtë politikës apo në politikë? Në qoftë se dojnë jashtë politikës, a e të përcaktohen me dikën, një figurë që vjen, që është dikush që të mos përmeni emna dhe institucione. Qoftë se duam nga politika, a dhe të shojmë si. Çka është ma normale. Edhe ma normale do të ishte nga politika me qenë kandidati që e propozon PDK, por që e pranojnë gjithë. Tani PDK-ja prapë po them, në qoftë se i jepet mundësia ashtu, e ka mundësi me propozu. Po jo me i thonë a i qitë një emna. Jo, qitë një emna, edhe pastaj na po bëjmë shaka me ata emnat e ju. Po i qesim votim, edhe qes nuk voton VV-ja për emnat e famshëm që i qetë PDK-ja, që ndohë pastaj? Shkarku ata, duhet me nxjerrë do emna tjerë. Jeni në lojën e kurtit aktualisht duke ndjekë? Jo, nuk jemi në lojën e kurtit, na jemi në situatë që kurti ka fuqinë politike që të bëjë lojën e tij. Na nuk mujmë me ndryshu kursin e kurtit. Kurti mundet me ndryshu kursin e vetë. Përse po shkoni takime kur patët një rund përpjekjesh dhe me herën takime, tha se nuk besonin në vullnetin e tij, nuk pat pakt, nuk pat vullnet politik. Cilit kur tani po i besoni? Përse po ndodhin këto takime thelbësisht në politikë? Duhet me taku, duhet me bisedu. Për? Për gjithçka. Unë jam me funksionu tryeza partive, tryeza nuk është tryeza partive, ato po takohet ndarës Atigjiku me Hamzën. Po, unë jam kone ndarës, po darka dreka, dhe në qofë se, shika, e ka edhe një mundësi tjetër, nuk ja di planet ati, nuk kam nëjë komunikim personal me te, por ai mund ketë edhe nëjë projekt tjetër, që ta fusë në njënën nga partit në koalicion, diçka mund të levizaj, po deshi Kurti e bën zgjidhjen, sepse partit janë të... Per ju, a dën apo nuk dën Albin Kurti me bak të zgjidhje? Per ju si e lexoni? Nuk jeni gjatë politik. Disa veprime të çojnë deri te një konstatim, te një bilanc. Nuk e di çfarë don Kurti, sepse unë nuk duhet të flas si Nostradamus, por Kurti deri tash ka vepruar me partitë politike në mënyrën që të mos ketë marrëveshje dhe të fajsoj partitë politike që s'po dojnë me zgjedh presidentin. Kjo është filozofia zotit Kurti, edhe publikisht, po akuzon edhe PDK-n, edhe LDK-n, edhe AK-n, po them, po i akuzon të gjithë që s'janë të interesuar me zgjedh presidentin dhe këta janë fajtor pse Kosova ka mbet pa institucione edhe një vjetë, që kaloj pa një vjetë e sa, edhe tani që jemi pa president dhe ekziston mundësia me shku në zgjedhje të reja prapë Kosova, është faj është i Kurtit. Por, nalemi pak, menojmë për situatën që është rreth nesh. Nuk e mendon askush atë? A e kemi luksin neve me shku tash mi prit edhe një 6 muaj ditë, deri sa afati zgjedhjeve të jashtëzakonshme për 45 ditë, mas 45 ditë edhe një 2-3 muaj ankesa, u vodhen votat, s'u vodhen votat, votun, s'votun. Krejt këto dhe pastaj negociatat me bo qeverin,
1 muj, 2 muj, 3 muj, jo më vëtë qeveria e zbohet, pastaj tek me fillu apo zgjedhin presidentin ajo. Kështu që kjo situatë në kushte normale. Në kushte normale. Sikur të mos ishte bota në krizë, sikur të mos ishim gjithë në situatë pritje, apo shpërthen lufta në Ballkana, nuk po shpërthen. Këtu diskutohet kjo. Dhe a do të përfundoj lufta mes Iranit e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit? A do të përfundoj lufta mes Ukrainës dhe Rusisë apo do të zgjerohet? Cila do të jetë situata e së ardhshmes? Me siguri që do të ishte ky problem i madh, shkojmë zgjedhje, hajde. Po e drejtojmë Kosovën me njerëz të ngarkuar me detyrë, se jemi mësuar presidentin në detyrë, kryeministrin në detyrë, qeveria në detyrë, parlamenti pa detyrë, krejtë në rregull, por duhet me nuk është në rregull me ushtrues detyrët qeverisë të vendit të tij. Ta shiko, ka vende, po them. Nuk është në rregull për një vende edhe në Bashkimin Evropian, cilat kanë shku, për shembull Italia ka ndodhur 3-4 herë ka pas zgjedhje brenda vitit, dikur. Tash është stabilizuar. Klasimi i Italit duket pak i pavend për zhvillimin e demokracisë të shtetit që edhe ky është, çdo psim është mësim. Neve nuk kemi trashëguar demokracinë, ne kemi hyrë demokracinë në këtë variant. Dhe tani duhet me pa jo me bark që dua ta them me diskutu. Duhet me diskutu me tru, me men, me ditë ku kemi qenë, cili është procesi dhe i sot. Sa ka qenë unë miku, Oleksi, që i kanë vendosë këto, ICO-ja, që kanë marrë vendime, nuk kemi me pas vrastina tilla. Janë zgjedh presidenti u zgjedhe. Tash e kemi marrë vetë. Tash e kemi natët më të mëdha, kemi do farë kështu zhvillime çuditshme, por është mirë me i zgjedh vetë problemet. Mos me ndërhy dikush. Jemi mësu për shembull kaluar, tha ambasadori X, tha ambasadori Amerikës, i Anglisë, i Gjermanisë, kush janë shty, kush ka lidhje më të mira me këto inteligjencat e tyne, me ambasadorët e tyne. Jo më tha, ai ky tha, tash kjo është punë që kush e beson. Kush e beson. Por na jemi njerëz normal. Menoj që në Kosova ka njerëz shumë të mirë, ka dhe politikanë të mirë dhe të arsyeshëm. Deputet janë ata që janë zgjedhur. Menoj që diskutimi i mbrëmshëm në parti duhet me ndodhë në gjitha partitë. Dialogu politik, kjo treza. Po, edhe mënyra e funksionimit gjithmonë nuk duhet me qenë me traditës së diktatorit, ose diktatoriale, por gjithmonë shumica që vendos për orientimet politike duhet të merret parasysh dhe kështu funksionon krejt botën demokratike. Kushtetuta është konsenzus, kompromis shoqëror mbi filozofinë e mjabicën se duhet qëndroj shteti. Kushtetuta është... A ka konsenzus kjo shoqënica si të funksionojë shteti tutje apo jo, për ju? Shiko, shteti... Apo lëkundet ky konsenzus? Shteti, sa konsenzus ajo është obligative që të zbatohet, por konsenzusi është votuar. Kushtetuta, kush e ka shkruar, çush e kanë shkruar, është krejt diçka tjetër, por s'du me shku me hyrë në historinë e kushtetutës. Por ajo që është e domosdoshme për neve është që ne me funksionu në kushtet që jemi dhe në rrethonat që jemi, tani për tani. Edhe në qoftë se duhet me ndryshu kushtetutën, duhet me ditë çysh ndryshon kushtetuta. Nuk mund të ketë autoritet i cili ndryshon kushtetutën pa kalu
në parlament. Kështu që ka ndodhur shumë çështje në gjykatën kushtetuese duke përfshi mas pari heqjen e vendimeve të marra nga parlamenti me vendim gjykatës kushtetuese, pa ndonjë arsye, dhe çështjet të cilat nuk janë votu pastaj në parlament. Nëse ndryshon një qasje, duhet me kalu në organin që vendos për këto çështje. Nëse ka vullnet, ka president. Nëse nuk ka vullnet, shkojmë në zgjedhje. Kjo është ajo që Kosovë ka menduar. Kjo është të thjeshtë, zotë Aliti, kjo është të thjeshtë, sikur në një situatë, hidrometeorologjike, nëse zbjeshin zendilli, po në qoftë se ju e tha që po shkojmë në zgjedhje. Në qoftë se Albini është interesuar me shku në zgjedhje, ai do ta çojë veprimin deri në atë mos sa do të fajsohen partitë opozitare që s'deshten, s'janë të interesuar me bë presidentin. Normalisht që edhe ne do ta bëjmë të njëjtën fushat të drejtuar kundër Albinit, por kujt i dhez më shumë, pastaj vendos populli. Analistët ju çortojnë Haliti, duke ju thonë që fakti që po shkonin takime sërish me këta zëra të maj djatë të ngjyrave të ndryshme. A ka të maj djatë Kosovë? Do, së paku nga prirjet e diskutime publike, Ka parti. mund t'jetë, po, ka dhe pikpamje këtë analistëve që kanë si shkolla mendimi. Dhe të ndryshme, dikush që mbështet politika sociale, dikush që mbështet ekonominë në të fortë të tregut e tjera, po këta zëra, po thëmë, që thonë se fakte që ju shkoni në takim të Kurti, jo që janë kundër dialogot politik, kundër takimeve. Ende nuk e keni gjetë arsyen për ta bind votuesin tuaj, qytetarin që Kurti është fajtor që po shkon vendin zgjedhje. A është dashur më shumë ta dinamizoni komunikimin publik dhe të shprehni më të qartë, më të vendosur mbi këtë proces. A të duket se keni qenë pak të heshtur mbasi në pritjet për ndonjë formulë koalicioni, për ndonjë formulë tjetër, për akomodim. Nëse shohim, po, zëri kryesor i tani në këtë pjesën e fundit të vendimarrjeve politike ka qenë zëri i përkthyesve. Përkthyesit që kanë përkthy në Mek, që kanë përkthy në Kfar, që kanë përkthy në OSB, janë shndruar në politikanë të klasit parë. Përkthyesit që janë konë Gjermani, përkthyes janë ardhur dhe janë bërë deputet, janë bërë ministra, janë bërë. Nuk është ky problemi kush çka thot. Duhet flas kushtetuta e para që ka fol dhe duhet të jetë në qartë kryetarët e partive politike dhe parlamenti. Këto institucione nuk janë të varura nga mediat, nga analistët, nga... Do duhej. Nuk ka nevojë. Do duhej të ishin debatet janë debate, por analistët në dy anë dhe pa politikën mes është problem se ti në qoftë se dën me kritiku si analist Albin Kurtin, duhesh me pas në studio Albinin. Po nuk erdhi. Po nuk erdhi, s'ke që është fleti. Për veprimet mund një analizë. Merë atë tjetërin, merë Bedreun, merë Ramushin, merë kush është tash kryetar të partit. Po, let flasin ata. Po, unë besoj që edhe Albini mund shkojnë në një studio tjetër atje, ku i pëlqen atij, se në gjitha nuk mund, asune nuk shkojnë në gjitha studiot. Sepse unë në studio ku i vesin do tjerë se çka me pyet Xhavitin, unë nuk shkoj. Gazetari ose ata që janë aty, le të pyesin çka dojnë, por jo me qëllime të porositura. Tani këtu janë disa studio që nuk shihen kur flasin këto bëhet lamsh aty,
dihet që ata kanë interesa edhe të klikimeve, edhe të interesit të shikueshmërisë, edhe të kudadione, por problemi është nuk është të analistët, edhe pse po ndikojnë shumë tek opinioni në Kosovë, por problemi është tek përgjegjësia politikanëve. Tek ajo që thashtë vrejtja atyre ka qenë që kjo mënyrë e opozitbërjes e ndarë njëri me tjetrin, pa propozim konkret për president, si që tha dhe ju në fillim Aliti, që kjo opozit fillimisht para se takoj me Kurtin, do duhin ndoshta të kishte marrëveshje të përbashkët për presidentin, të mos shkojë ndarë në takim me Kurtin. Nuk mundesh me shku, për shembull, na i kemi 22 deputet në Parlamentin e Kosovës. Si parti na nuk i kemi 30 deputet që kushtetuta kërkon me i pas 30 në nënshkrime me qenë një kandidat. LDK-ja sa i ka, ajo i ka. 15, po. Tani, po them, figurativisht që ne mund t'i bojmë 30 nënshkrime, mund t'i bojë edhe LDK-ja 30 nënshkrime, mund t'i bojë edhe vetë vendosja 30 nënshkrime. I ban 30, ose i ban, sepse nuk është problemi, po të veç 2 kandidat. Ai për procedura, po. Ata kanë drejt me qitë 7 kandidat. Edhe lista sërbs kanë qofë se i ban 30 nënshkrime, ka drejt me Kushtetutë Kosovës me qitë kandidatin e vetë. Tani, votimet bëhen për me pasë kush pa fiton vota ma shumë mesin e që në shtadë. Po. Votimi i parë, eliminohen një pjesë ata që eliminohen, votimin e dytë mesin edhe disa kandidaturat që janë eliminu, në votimin e tretë hynë 2 kandidat që kanë fitu mas shumë të vota. Kjo është votimi në 3 rrothe, po. Runde, po. Runda që i parashef kushtetuta. Tani, nuk dojnë, sepse e din disa që nuk zgjidhen edhe pse me fut kandidat, por unë menoj që do të duhej me shti kandidaturat, është edhe më interesant bëhet gara, sepse kur ti fut një kandidat, për shembull që e din që sfiton dhe një që ka me fitu, edhe ajo nuk është e mirë. Një atëre. Është bërë gjitha ajo, zoti Aliti, është bërë gjitha kjo praktikë. Po, është bërë. S'po them që është e mirë, po ka Veja, po dhe natë punë. Se nuk duhet me vepru për hatët kushtetutës, po duhet, partitë politike duhet me luftu për interesat e tyne dhe me luftu, kjo është garë, është krejt normale. 2 kandidat është demokratike me i pas në fund, edhe kush fiton ma shumë. Ty nuk je i sigur, në qofë se ke fut kandidatin një të fuqishëm edhe 2 të fuqishëm, dihet që nuk dihet që ka ndodhë, për një vot fiton njeni, tjetëri ma shumë. Ato të kishin një situatë tjetër, nëse PDK, LDK dhe AK së bashku, do të shkonin në takimin e ftuar me Kurtin vetëm së bashku me një emër të tyre për president Aliti. Për shkak të kësaj krize. Nuk mund të them, sepse duke i njoft to driblingjet e zotit Kurti, pra do të nxjerraj diçka për me përzi punën apo din. Po them që puna më e mira për rrethonat dhe mundësitë që i ka Kushtetuta e Kosovës, punën në dorë e kanë kryetarët e partive. Mas pari, kompetencat, sepse në qoftë se ata vendosin diçka është ma e lehtë me u kalu dhe brenda strukturave të partisë. Dhe me pas fundet përbashkët. Ka që është, e thjeshtë është. Tani, po them PDK-ja ose LDK-ja, mirë që e kemi, por nuk duhet me pretendu me pas kryetarin që i kundërvihet qeverisë. Kryetari i shtetit është kryetar shteti, por i ka kompetencat e veta, qeveria të vetat, dhe bashkëveprojnë, bashkëfunksionojnë interes të shtetit. Presidenti ka një herë mundet me aprish qeverisë, në rast
mos mja Në shkru ligjet, në po. shkru një ligj, por prap qeveria ka drejt me prunë parlament dhe parlamentin qoftë se e kalon presidenti se vetë ku është për atë punë. Pra, presidenti është me një funksion ma shumë honorifik se sa një person i cili mundet me ndryshu. E ku që në për ju thelbi problemet? I këti lëmshi? Unë nuk e kom qartë. Nuk e kom qartë. Ti lloj paradoksi. Shiko, paradoksi dhe gjithë shka është në funksion të asaj, sipas meje, se nëse mohen zgjedhjet, kush do t'i fitoj? Në Kosovë, kjo është kryesorja, nuk është presidenti. Por në qoftë se nuk zgjedhet presidenti dhe ne shkojmë zgjedhje, atëherë kjo është interesi i gjitha partive në opozitë është me rrezu Albinin. Albini ka interesin e vetë me i fitua prap zgjedhjet. Që kjo është beteja në fundit. Por në këtë rrugtim kemi shumë të panjohura. Po them, e para dhe shumë e rëndësishme, është situata që është sot situata politike dhe gjendja e luftës. Gjithë botën. Jemi në prag, në rrezik që me pas luftë tretë botnore. Dhe nuk është mirë Kosovën për shumë arsye me e gjetë në një situatë kur na ofron dikush hajde vanu me neve që tu hajde një mas qirës sonë. Duhet me pas qirën tonë edhe atë që drejton qirën. Ky vullnet aktualisht nuk duke në horizont. Po s'duk. Këtë kurs politik nuk pëndjek qartësisht kështu nuk është i artikuluar sot në Kosovë. Nëse bota ka këtë krizë që ka, që raportohet çdo ditë nga mediat më prestigjioze botërore, nga vetë ne, dhe shem me çfarë problemesh po operon politika në Kosovë, duket që Kosova është një vend izoluar nga bota. Jo. Duket që Kosova është një vend izoluar nga bota në pikpamje të problemeve të është produkt i vendeve demokratike, izoluar në pikpamje Haliti thashë produkti i një beteje të madhe që kemi pas për më shumë se 100 vjet, produkti gabimeve dhe i dhunës që ka ushtruar Serbia dhe produkt kryesor dhe faktor kryesor ka qenë gabimet dhe dhuna e serbe që është bërë në Kosovë dhe gatishmëria e NATO-s dhe perëndimit me na shpëtu si komp, si vend, si njerëz dhe me jetu dhe na me pas njëherë një drejtë. S'po nalëm të drejtat historike, kush ka qenë vilajeti i Kosovë, sa ka qenë, se ki sot dihet historia për ata që e kanë mësu dhe që e kanë lezu. Dhe në këtë produkt, po i ndëgjoj disa, po thëjnë FSK-ja është e gatshme me hi NATO. FSK-ja s'mundet me qenë e gatshme me hi NATO, por duhet me qenë e gatshme politika e Kosovës. Sepse NATO hin politika, nuk hin FSK-ja, nuk hin ushtria. NATO-ja është organizat politike dhe vendim... Politik ushtarake, po. Po, politike, puro politike është. Për me hy ose mos me hy, vendos politika. Po. Dhe politika nuk thot apo hin FSK-ja në NATO, por a hin Kosova. Dhe kur hin Kosova, hym gjithë, jemi pjesë e NATO-s dhe ndryshojmë ligjet, rregullohemi na me variantin tjetër. FSK-ja është një segment brenda NATO-s që mundet me qenë në sistem, mos të hymë në detaje. Se po i ndëgjoj, ka njëherë edhe këta të FSK-s dhe politikantë veçantë të, po them, të nivelit nalt, kur e takojnë, FSK-ja është e gatshme për NATO. Jo, mundet me qenë FSK-ja gatshme me i NATO, në qoftë se politikat e shtetit, në qoftë se shtetet nuk janë gatshme me pranu Kosovë. Politikisht, po. Po, kjo është ajo. Pra politika, na themi nga njëherë politika, ne. Politika është ajo që vendos,
Në demokraci, po. Në vendet që kanë diktatura, ata, Po, për shembull, dhe politika jo ka vendosë që edhe mi mbajt raportet e pezulluara aktualisht me dialogun strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një instrument i rëndësishëm politik, i bashkëpunimit dy palësh. politika e Kosovës Po dhe, ka bo gabime, ata kanë vendosë. Kanë kriju raporte të tilla me qeverinë. Kjo është krejtë normale. Dhe Evropa i pat, i haqen, dhe Amerika ka mi hekë. S'ka ndonjë arsye shumë. Faktori ku është më rëndësi, koha më rëndësi. Kostoja për Kosovën është shumë e madhe, në qoftë se ti ke qenë izoluar dhe me sanksione me vite të tëra. Dhe tani, na kemi qëtë situatë në Kosovë. A kemi pas protesta në herën në Kosovë për këto një vjetë e gjysë, sa kemi pas sankcione nga BE-ja. A ka dalë ky popull me protestu ose partit politike kundër politikave që ka prodhu qeveria e Kosovë? Jo. Kemi bërë deklarata, kemi folë para medjave, por nuk ka pas elektrizim të opinionit gjerë popullor. Dhe kjo në politikë i bjen që ti nuk je i gatshëm me marrë pushtetin, nuk je i gatshëm me rëzu pushtetin. Në demokraci, po them, kur nuk funksionon shteti, kur nuk funksionon qeveria, kur bën veprime politike të gabueshme, që e damton vendin, populli ngritet në këmbë. Vje kritikë edhe për partinë tuaj. Sobre partia, ai për parti. Jo, unë po të tjera se kush do ta flas se çfarë duhet bëj opozita dhe këtij veprimi. Veprimi. Po. Mund t'i bashkohet edhe krejt strukturat e një qeverie. Se, shif, kemi shembuj mjaft që qytetarët distancohen nga politikat e gabueshme. Unë mund të votoj për ty, por ty kur dëton në shtet politikat gabueshme të cilat e damtojnë emrin e vendit tanë, e damtojnë emrin tanë, si shqiptar, si Kosovë, si çfarë dush, e damtojnë ekonominë tonë, atëherë duhet mu bashku të gjithë dhe mi thonë X-it ose Y-it kush është produkt, kush prodhon këto. Politika duhet mi thonë shkon shpi. Mos me thonë demokratike. Se me konë me mentalitetin e kohës kaluar të shekullit 19, nashta duhet me bë plane të tjera. Po në demokraci thuhet shkon në shtëpi, e ki pensionin që takon, ose vazhdo me qenë politik, vazhdo prap me kërku pushtetin, po kësaj radhe duhet me shurru. Protesta s'pas për 5-6 vite. Protesta mjet demokratik. Po them protesta një prej tyre. Nevoja për ta sfidu qeverinë. Për ta sfidu qeverinë ka qenë ky procesi që i vendosi sankcionet të Bashkimit Evropian, edhe ajo e Amerikës ka qenë ma me vonesë, por kjo ka qenë e domosdoshme. Nuk kanë ndeshtë me mjetët demokratike, me konferenca për shtyp, në rregull. Dhe me rrjetet sociale, me Facebook. Po që ajo, shaj njërin, shaj tjetrin. Dhe çfarë tha Kurti në seancën e fundit? Tha ju me akuzuat se unë nuk e kam hequr të vëshën, akcizën, por doli në zgjedhje që unë kam pasur të drejtë që se kam hequr. Unë fitova, tha, nuk fituat jo, dhe pse me kërkuat. Po mirë da. Politikisht, po thamë. Tani politikisht e ka situatën në dorë, fuqinë e ka më të madhe se tana partitë opozitare që janë në parlament, dhe ai me vota në mund gjithmonë, e ka mashinerinë në votimit, por tani duhet me funksionu kështu si qemi. Ose nëse shkojmë zgjedhje, pastaj ka shumë, jemi me shumë panjohtë. Me shumë panjohtë. Edhe ajo është një problem për cilin ata që janë me shku në zgjedhje duhet të jenë sigurt në atë që kërkojnë dhe duhet të majnë përgjegjësi për fitore nëse humbjen në zgjedhjet përkatëse. Kjo është ajo që është për demokraci, është demokratike. Nuk është diçka, kujtohen ajo
Se në politik, mas interesanti mu ka du kur kanë qenë ata dy vëllezërit në Britani të Madhe kandidat për kryetar partia. Ka qenë dyt ku në njeni tjetër, humbi njeni, fitoj tjetër, ajtë në rregull. Tani, ai u zhdu nga politika, ky ka vazhdu vëllau tjetër. Po na mendojmë hala që... Për sa kohë që bota po alarmohet si që thatë, me të drejt për një kërstimi për luftë tretë botnore, ne po merremi në Kosovë këtu, kush do të mos zgjidh. President që në rregull. Se kemi presidentin, duhet mu marrë. Po në rregull, por të mos diskutohet me një ambicie për ta bërë Kosovën më aliate, më të fortë, për ta lidhë raportin bilateral më shumë me aliatët tonë, në këtë konceptin e ri gjeopolitike të kësaj krize menoj që na nuk i kemi... Të krijohet përshtypja që Kosova, domethënë, është e akomoduar aq mirë. Kosova është një pikë ujë... Shqetësimi vetëm i saj ka ta zgjedh në ulse... Na nuk duhet me prit me në zgjedh problemet dikush, problemet tona. Dhe që duhet me vendos, qofse shkojmë zgjedhemi vendos afatet, edhe me njerë mas këtyne zgjedhjeve me rregullu kushtetutën u marrë vesh me të gjithë, edhe me i pamundsu blokadat. Këto mënyra se si është bërë kushtetuta, është bërë që më shumë për t'i mbrojtë komunitetin e pakicave në Kosovë dhe për të mos i lënë shqiptarëve me i majorizu me vota ata. Mendoj që ata që kanë ideu, po them, Pej Atisarit edhe të tjerë që kanë ndihmu në shkruarjen e kushtetutës, këtë kanë pas parasysh që në Kosova me funksionu si vend demokratik dhe mos me ndryshu disa qasje që i kanë. Për shembull, çfarë i kanë disa shtetet të Evropës, raportet me komunitetet që i kanë mrena. Për marrë veç mere Belgjikën, mere Timorin Lindor, këtë qa është vendet tjera, ka pra tjera. është kjo në mes Italisë, Austrisë, mora Timorin Lindor. Timorin Lindor. Në Australi shkova. Kjo Tiroli i Jugut. Tiroli i Jugut, edhe Belgjikën, kanë një komunitet gjerman, kanë drejtat e veta, kur s'kanë diskutu, dhe kur që u kanë kontestu ato drejta, që u ka dhënë kushtetuta, dhe nuk diskutohet, apo muj me votuna me u marrë drejtat ajo, po votohet dhe insistohet me u kriju kushte më të mira. Kjo është demokracia, kjo fuqia e pushtetit e cila do të duhej me dominu, edhe duhet me dominu, kudo, jo veç në Kosovë, po edhe në Serbi me këqyrë, edhe ata e kanë kufizu, më thënë, përfaqësimin e shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës, në një deputet atje, edhe këta i kanë bo, këtu i kanë bo në Preshevë me të vegjën bëjënës që 5 parti, cilat konkurojnë dhe asë janë asfitat. Po, mos të hymë anej në këtë projektin e tyne. Në zgjedhjen se shkojmë, zoti Kurti na shpalli armiq, njerëz që pagumi pi Serbisë, me që marrin para me çanta me thos Kurti na tha në kuvend, neve mediave, gazetarëve, pa i caktu me emën kush janë. Nuk e di, ato ju duhet me bë pa di, dhe mundësia është me pa ditë edhe në gjykate dhe bani edhe ju zhurë. Patjetër. Unë ashtë e juve. Po ndërton një armik, tjetër krahas të tjerëve. Unë jam mitari i fjales lirë, në parlament kanë drejt me folë çfarë dojnë, kërkur sep llogari për fjalën e tij në parlament. Por, në qoftë se ka akuzat të tilla,
Ju s'muni mu qu gjithë me pa ditë. Jo. Zotin Kurti, ai se ka përmen asnjënin me emër. Jo. Kështu që Kur të ta përmend, që ka të tillë mund të ketë. Ka pasur Serbia, pushtuesit kanë pasur gjithë rekrut në parë, po. Ka Serbia do të shpenzoj shumë parë, edhe për media, edhe për spionat vet, edhe për gjitha aspektet tonë Kosovë. Ajo nuk po jam shef atë. Po ka pasur gjitha. Në qoftë se ka dikush që i merr parët, është AKI-ja këtu që duhet me hetu mas pari prokuroria dhe duhet policia Kosovës. Janë gjithë këta dhe duhet me kombinu me prokurorin që me argumentu çështjet. Nuk mund është me kolektivizu fajin. Akuzën. Nuk mund është me thonë kret politika. Nuk ka akuza kolektive ashtu. Prandaj. Alidi, faleminderit shumë për kohën. Po presim që sot të pash më të alarmuar se sa në intervista tjera, edhe për shkak mjedisit gjeopolitik sot në botë, që ekziston kërcënimit me luftë, një Serbi e mbase që bën plane çdo ditë që të shkaktoj destabilitet në rajon, me ambitin për territorin e Kosovës. Ka marrë 2 sisteme raketore, një nga Kina, një nga Rusia. Serbia ka marrë armatim shumë fuqishëm dhe nuk e di pse e ka marrë. Qofse Kosova ka marrë dhe kjo diçka. Ne kemi marrë për vetë mbrojtje, Serbia nuk është e rrezikuar prej Kosovës asnjëherë, por duhet me qenë syqel edhe në procesin e ndërtimit politikave në raportet me Serbinë edhe me komunitetin serb që është në Kosovë, edhe me pasi sa mund të forcohen, çfarë fuqie mund të bëjmë, me komuniku me gjithë ata që mujnë me në animu, por mas pari, detyrimisht, NATO duhet me kriju besueshmëri që nuk keq përdoret diçka të cilët mund të na dhurojnë ose mund të na shesin. Po duhet të them që unë me qenë se kom pas detyrë të tillë dhe kom bisedu edhe në kohën e luftës për të na dhënë armatim NATO. Ja kom kërku edhe Clarkut në Bruxelles, qendrën e NATO-s. Dhe i ka ardhur mirë, mu duk, s'tha që po më vjen mirë, por tha ju keni mjaft miq me të cilët mund bisedoni dhe të cilët mund t'ju ndihmojmë. NATO nuk e ndihmon, kërkon me armë. Pra, nga Selia s'mundet me marrë vendim, por vendet antare, në qoftë se ka një pajtueshmëri në qendër, mund të ndihmojnë. Ka shaja të mira, por nuk ka nevojë me bë zhurma dhe me shit men në kushtet kur je më i dopt. Na dihet çfarë fuqie ke. Forcohu pa zhurmë. E përmend Clarkun në Bruxelles në kohë të luftës. Po në kohën kur para se me fillu bombardimet. Po se janë ende ditët e bombardimeve të NATO-s, përvjetori i bombardimeve të NATO-s. Jemi në këtë përvjetor të bombardimeve të NATO-s. Po mirë, dhe përvjetor kemi me pas çdo vetna. Por nuk është i parëndësishëm ky përvjetor, apo jo? Shiko, për memorien tuaj nuk është i parëndësishëm. Nuk është i parëndësishëm, sepse na e kemi arriti, vetmja krenarie jona, po them, ma e madhja është kjo, por problemi është që tani duhet me analizu dhe NATO ka problemet e veta. Shembull, Trump po thotë s'kemi nevojë më për NATO. Tigër prej letra jeni pa Amerikën ju tha. Trump ju tha po. Tigër prej letra tha jeni. Nëse ato janë fjalë, unë nuk e besoj që shkatërrohet NATO ose që ndahet NATO, por politikat e NATO-s janë të tilla që o duhet mu pajtu gjithë, ose pajtuhem me hiq. Që ose pajtuhem gjithë, veprojnë. Tani kjo përplasja që ka ndodhur me luftën në Iran, është pikërisht për shkak se s'janë pajtu gjithë. Me marrë vendim përbashkët, tani,
kur merret vendimi i përbashkët kërset. Edhe është ai neni 5 që i famshëm, Aktivizohen. i cili detyron të gjithë me u bë bashkë me godit. Edhe në analiza del problem. Ndonjëherë tjetër do të flasim për këtë. Do doja në këtë ditë që po i kujtojmë të ndërhyrjes së NATO-s mbi saqet serbi në Kosovë, në Serbi, në Maltëzi. Do doja detaje interesante nga komunikimi në rrethonat e kohës që keni pasur. Në një emision tjetër saqet serbe, po, edhe në Maltëzi, edhe në Kosovë, në zonat ku kanë qenë përqendrume forcat, ku janë bodër gabime, janë saqet që ja ka caktu vetës Serbia. Dhe ashtu si që ka caktu vetës Serbia dhe shumë të tjerë mund t'ja caktojnë vetës. Në qoftë se ndjekun politika të cilat nuk shkojnë, nuk janë në harmoni me të drejtat e njeriut, nuk janë në harmoni me mënyrën se si funksionon sot bota. Na nuk jemi të fortë për me ndryshu botën, na duhet me ndjek rrjedhën e lumit. Faleminderit. në një emision tjetër do flasim me të. Faleminderit shumë zot Elik. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.